Unë i ku pas fëmin, krejt vogël, shoqës i ku thonë, ti mero me ta, se na do dalim të shkojmë luft. Ku fini me Serbi shumë ofër, forcat sërbe kanë dëpërtuar dhe herë. Na i kem gjuë, i kem shkatruar shpesh herë, edhe teknikin e tyne i kem zbrapsht shumë herë. Kur e kum pas pushkën, kum thonë, kjo sikur mo më gjallë gjysh që jep, sa më ka thonë. Demonstrata kur bajshin, o djali jem, darsëm pa mish nuk ka, gjuft diri pa gjak nuk ka. Gjufta ka qenë e pashmangshme. Na më ka imponue. Edhe unë me vllaun ma të vogël këta herë Krasniqi, me djalin e Hoxhës Enver Krasniqi. Ata shumë matri, ka 25 vjet matri. Edhe bisedum, edhe me babën, thot, do të shkojmë luft, unë i kum pas fëmin, krejt vogël, shoqës i kum thonë, ti mero me ta, se na do dalim të shkojmë luft. Kem dalëm dhe kem shkue, thirët Zlashni ka tonë Gollak. Aty kem shkue se kanë pru arme, pej sërve kanë ble edhe armet i ke ble 5.000 mark. Çfarë armë blejte? Une e ku marrë se ku pas dëshirë shumë, Hitler ka thirë, jo Hitler, po Hitler, disi një armë e shkumët e mirë, ata i kanë marrë 2 Skorpiona, edhe kem hirë, edhe se brigata jonë në qutë 153, edhe i ka pas masë 1.500 ushtarë, që e lejmëruan krejt Gollaket. Komandant e ke pas Ander Fshehun edhe Fatmir Sopin. Ander Fshehu ka qenë i Shqipëris, një komandant me provojt madhe ushtarake. Fatmir Sopi ka qenë një ishi burgos në politik, edhe një aktivist, edhe një luftetar me zemër të madhe, e ka njohë Gollakë se i ka qenë i atyt. Qashtu që na fillum, uzatetove dhe me shok, me krejt, fillum gjuftat të natë, aty ka qenë ku fini pra pashtisirët, ku fini me Serbi shumë ofër, forcat sërbe kanë dëpërtuar dhe herë. Na i kem gjuë, i kem shkatruar shpesh herë, edhe teknikin e tyne i kem zbrapsht shumë herë, jena gjuë çdo herë me ta. Na i kem pas base 58 dëshmor të kombit. Njofta deri në fund, na si kena shkosh, na 3, edhe atyre 2 vetër krenar, që i dham një kontribucion në këtë vogël. Qysh u ndjeve Bacegani kur e morre armën tash për herë të parë në dorë, edhe ke në gjendje mu ballafaqu tamam qysh duhet me armikun, pavarësisht që ata kanë qenë më të përgatitur me makineri, ato blinda, po me këmbësëri, ke mujt me kthy pushkën që thojnë. Unë çdo herë kom pas dëshirë, kam qenë shumë i gëzushëm në jetë, kur e kum ka pushkën edhe i kena marrë me gjithë vllaun e djalin e Hoxhës. Kur e kum pas pushkën, kum thonë, kjo sikur mo më gjallë gjysh që jep, sa më ka thonë. Demonstrata kur bajshin, o djali jem, darsëm pa mish nuk ka, gjuft diri pa gjak nuk ka.